Në një takim me sipërmarrës e fermer ku të pranishëm janë edhe ministrat e kabinetit qeveritar e deputet, kryeministri Edi Rama u shpreh se linja re e kredis 250 milion euro për bujqësinë duhet shfrytzuar maksimalisht, ashtu siç edhe paketa e maleve. Për këtë të fundit, ai tha se rrezikon të mbetet e pashfrytzuar nëse nuk ndërtohen mekanizmat e duhur. Kemi vendosur në dispozicion të fermerëve dhe të fshatit edhe një linjë të re e kredie nga Banka e Shqipërisë, 250 milion euro, që është një shumë kolosale për t'ju përgjigjur ambicieve dhe për t'i dhënë mbështetje projekteve në fshat. Kjo e kombinuar bashkë me garancinë sovrane që është prej kohësh në dispozicion të fshatit, nuk kanë sjell dhe gjasat janë që të mos sjellin asnjë rezultat domethënës në rast se ne nuk ndryshojmë qasjen. Dhe kur them ne, nuk kam parasysh juve që jeni në sallë, po kam parasysh ne që jemi në proces në politikë bërje dhe në vendimarrje. Por është edhe paketa e maleve, e cila është një tjetër instrument i ri vënë në dispozicion të zhvillimit rural, që përsëri rrezikon të mbetet e pashfrytzuar në rast se ne nuk arrim të ndërtojmë mekanizmat e duhur të ndërmjetëm deri kur këto gjëra të kthehen në pjesë të menduarit përditshëm të komuniteteve, dhe këtu kam parasysh me komunitete ata që punojnë tokën me ata që administrojnë territorin në nivelin vendor dhe në nivelin qendror sipas funksioneve të tyre. Nuk kurseu kritikat për kryebashkiakët, të cilëve ju tha se janë shkëputur nga fshati dhe nuk po e shohin si pjesë të punës së tyre të përditshme në funksion të zhvillimit. Qysh se është bërë reforma administrative territoriale dhe bashkitë janë zgjeruar me përmasën e hapësirës rurale, në vend se kjo të sillte një rritje të vëmendjes edhe një rritje të mundësive për fermerët dhe për sigurimtarjen në fshat, ka sjellë një shkëputje. Në një masë të madhe, kryetarët e bashkive shikojnë fshatin si çështje të urbanizimit, si çështje të infrastrukturës rrugore, të pastrimit, të ndriçimit, por nuk e shikojnë si pjesë të punës tyre të përditshme në funksion të zhvillimit. Jemi në një pikë ku duhet patjetër të garantojmë një kthes në këtë drejtim, sepse ende sot nuk kemi asnjë ndërmarrje të vetme bujqësore të krijuar me kontributin dhe me bashkëpunimin e fermerëve, të sipërmarrësve dhe të strukturave të pushtetit vendor. Takimi dyditor është i fokusuar mbi sektorin e bujqësisë, që nga mbështetja financiare që merr nga buxheti i shtetit, mundësitë për të rritur financimin, skemat kombëtare dhe se si mund të rishikohen për të qenë sa më mbështetëse dhe deri tek masat e marra për ripart që të riaktivizohen fondet e Bashkimit Evropian.